Kisafi, mendon se ka një prapavi amerikane të administratës Trump në këtë marrëveshje, apo është një marrëveshje e nisur më parë dhe në pavarësi të plot nga administrata amerikane? Nuk mendoj se ka lidhje me këtë administratë, sepse marrëveshja ka rreth një vit që negociot dhe Trump ka 4 muaj ka fituar zgjedhjet, 2 muaj e ca është në pushtet, kështu që nuk besoj se mund të ketë lidhje drejt për drejt me këtë administratë. Po ajo përgatitet për një viti, por tani në momentin që ajo siklohet tani do të marrë një double check diku në Washington? Kam përshtypjen që kjo administratë ende nuk ka filluar të merret me Ballkanin. Mund ta ketë marrë atë double check-un në Bruksel tek zuat e NATO-s, po nuk besoj se mund ta ketë marrë në Washington për momentin, sepse nuk ka nisur kjo administratë të merret me Ballkanin. Nuk besoj se mund të kalojë asgjë që lidhet me NATO-n, pra nëse pavarësisht se çfarë mund të ketë marrëveshja brenda, nuk të kalon asgjë që lidhet me NATO-n në fundit. Duke qenë se kam, le të themi, dyshimet e mia nëse bëhet fjalë për një, le të themi, në rast të një konflikti në veriun e Kosovës, supozohet të shkojë Shqipëria apo Kroacia të ndihmojnë Kosovën. Kjo do ishte pikpyetje më e madhe në një rast të tillë. Unë besoj që jo, nuk ka lidhje me diçka të tillë, sepse unë mendoj që ajo është e nënkuptuar. Çfarë do lloj gjëje që të ndodhi në veriun e Kosovës, qoftë Shqipëria, qoftë Kroacia. Për Kosovën e kemi fjalë. Qoftë Shqipëria, qoftë Kroacia nisen nga NATO njëherë. Pra çfarë bën NATO njëherë dhe pastaj çfarë bën Shqipëria dhe Kroacia, pastaj vijnë pasojat në raste të tilla. Pra nuk mund të bëj Shqipëria dhe Kroacia një veprim që është përtej asaj çka bën NATO në këtë rast. Okej. Nuk je dakord. Ka një deri te prapavi amerikane për arsye se ka një prapavi amerikane. Para 4 viteve, Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosën të japin një ndihmë ushtarake në fushën e aviacionit për 3 vendet kryesore të Ballkanit, Shqipërinë, Kroacinë dhe Kosovën. Pra i dhanë secilës, Kroacisë i dhanë një 4 helikopter, U-60, neve na dhanë 2, i ofron edhe Kosovës. Kosova nuk pranoi të merrte për arsye se ka paguar parat për të bler helikopter të rinj. Po. Pra një lloj helikopteri tjetër. Dhe fakti që Shtetet Bashkuara të Amerikës ngulën këmbra për të dhënë dhe vendosën të jepnin të 3 këtyre vendeve njëkohësisht, pra në një paketë të veçantë. Kjo ndihmë domethënë që është një nxitje. Pas një viti pas kësaj, në Shtetet Bashkuara të Amerikës u krijua nën komanda e NATO-s për nën komandën e Evropës, me qendër në Virginia. Dhe në këtë komandë bëjnë pjesë Shqipëria, Bullgaria, Kroacia, Maqedonia dhe kemi përfaqësues ushtarak atje. Vetëm normalisht Kosova nuk bën pjesë sepse nuk është në NATO dhe ky ndërveprim ushtarak në këtë komandë në Virginia, prap mban ndërveprimin ushtarak të këtyre vendeve të Ballkanit në kuadër të NATO-s. Dhe duke qenë se është një e tillë dhe kjo marrëveshje pra është pjesë e këtij kuadri të nisur që para 4 viteve. Pavarësisht se nuk është bërë në gjë e madhe, pra është normale që të përfundojë në të tilla marrëveshje. Dhe prandaj që ka një prapavi deri diku amerikane për një marrëveshje të tillë në këtë kuadër. Do ka një prapavi dhe Kisafi nuk është ishte kundër prapavisë, po nuk është kjo administrat. Jo, me këtë administrat. Jo, nuk është kjo administrat, jo, këthash ka nisur para 4 viteve.